Zgjedhjet e reja ose Glauku Njufsa kryeministër, ose rrim edhe pim Sultan Kola. 19 nëntori, dita e mërkur, është afati i fundit për mandatarin e lëvizjes vetëvendosje, Glauku Njufsa, për të formuar qeverinë e re, ose ndryshe, vendi do të shkojë në zgjedhjet e reja. E tëra kjo, pasi partitë opozitare tashmë kanë deklaruar se nuk kanë votë për Glauku Njufsën si kryeministër. Përveç që nuk kanë votë për mandatarin e lëvizjes vetëvendosje, as partitë opozitare nuk i kanë numrat për të formuar një qeveri, e që i bie vendi të njëjtën mund të shkojë në zgjedhjet e reja. Kosova mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundojë pa një qeveri të re. Nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje, Glauku Njufsa, ka afat deri me 19 nëntor që t'ia propozojë kuvendit përbërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur caktua Njufsa si mandatar, u bëri thirrje partive politike që t'i lanë anash inatët e ta votojnë atë për kryeministër. Por partitë e mëdha opozitare e bën të qartë edhe një herë, nuk ka votë për lëvizjen vetëvendosje. Njufsa është mandatari i dytë i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër pas krejut të partisë Albin Kurti. Kjo parti, ndonë se ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftueshëm vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë e re të Republikës së Kosovës.